Rreshtet e dëndura të shiut dhe vërshimi i përrejnve krijoi probleme pas drekën e së premtes në fshatin Bardhaj në Shkodër. Kanali kryesor doli mbi rrugë për shkak të prurjeve, ndërsa vërshimi i ujrave përmbyti tokat bujqësore. Në 10 shtëpi kishte prani ujë në obore, duke krijuar një situatë pa precedent. Banorët tregojnë se përmbytje të tilla nuk kishin përjetuar më herët, ndërsa flasin për dëmet e shkaktuara. Kanali Drinit se nështë me tanë këtë shtuhi si ka ra, se si janë banë nuk e di. Ne kanë banë dambëllë, nështë i shala për në bjenë mrapa, pavarësisht të japën fadroma të... Ka banë dame, si s'banë dame, ka t'i bjenë ujtë e i thonë, i shala nuk në rujtë. Isha thonë një nakë popullore, ka dhe nuk në rujtë. Pa ujtë, pa punë në vetë, zermi pa punë në vetë. Sa shtëpia mund t'jeni përmbyt për probleme? Kësa, nuk e djetë, e bërë dherë në 80 shtëpia, 100 shtëpia, si janë përmbyt, qëta. Ka ujë vetëm në borë apo ka hidhe mrana? Në borë, ma shumë, në borë, ka ma shumë. Balë, ka, unë se din këtu në kur, verë. Tash 29 vjerë që ka ishtë ujë që tu s'din, tash. Ka mërë shku, dhe në borë, ka po të bëna me zin. Normalizimi i situatës erdhi vetëm pas ndërhyrjes në kanalin kryesor nga ana ndërmarrjes së shërbimeve publike. Banorëve ju bëhet apel të mos sillen mbetjet urbane në këto kanale që shkaktojnë më pas bllokim të tyre.